Për herë të dytë organizohet Korça Open Air në aerodromin e Lumalasit, ku kanë marrë pjesë pilotët më të njohur shqiptar, por edhe të ardhur nga vende të ndryshme të Europës. Për presidentin e Federatës të Aeronautikës, Alket Islami, Lumalasi ofron kushte të përshtatshme për fluturime të këtij lloji, madje me përfundimin e terminalit aeroportit. Krijohen kushte fluturimi për pilotët që vinë nga vende të huaja. Lumalasi është qershia mbitore e Korçës për sa i përket sporteve të ajrit, edhe pse në edicionin e 14 që jemi këtë vit jemi mësuar që Korça Open ta kemi në Morab nga pjesa e Stefanis lart. Këtë vit dhe vjet në fakt, po vjet nuk ishte mbaruar infrastruktura këtu, po këtë vit është pothuajse një test shumë i madh për kërkesën që ne mund të bëjmë për 2029 për një zhvillimin e kampionatit botror këtu në Korçë. Çdo gjë është gati, domethënë që këtu të bëhen evente akoma më të mëdha se kjo. Ndërsa ky event është në kulmin e vet, sepse ka pilotët më të mirë të Europës. Është kampionati vetëm midis dy shteteve të një kombi dhe 14 vjet nuk janë pak, po 14 vjet kanë nxjerrë shumë pilot mirë, mos harrojmë Kosova doli e treta në kampionatin botror, që ne u kthyem tash nga Turqia, ndërsa piloti jon, një nga pilotët tanë u renditi 19 në botë, kështu që gara do jetë dhe brenda për brenda kombit, por edhe me numër 1 në botë që ka ardhur nga Slovenia, që është sloven, Matjas Lugash. Antonio Zvolak është piloti sloven që ka nisur këtë sport në 1978 dhe ende sot ka fuqi të ngrihet duke fituar çmime të rëndësishme në karrierë. Kam nisur si parashutist në vitin 1978, goxha vite, ndërsa në Korçë kam qenë në 2011. Vazhdoj ende të fluturoj kryesisht me stile të lira. Sot do të fluturoj përsëri. Kam qenë në vende të ndryshme të Shqipërisë, ndërsa kam fituar çmime kampion në disa vende të Ballkanit. Do fluturoj sa të kem fuqi. Mbi 40 parashutistë nga Shqipëria, rajoni dhe bota do të jenë në Korçë për 3 ditë, ndërsa ky sport po merr njohov edhe për shkak të investimeve vitet e fundit.